SPAK kërkon 56 vjet burg autorit e dyshuar të dosjes së revanshi. Në pretencë, prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin e 5 të pandehurve për krime të rënda. Për ish efektivin e forcave speciale Renea, Adrian Pikli, SPAK kërkoi 10 vjet e 6 muaj burg, i cili për shkak të gjykimit të shkurtuar zbret në 7 vite. Për Edison Muçekun është kërkuar dënimi me 9 vite burg, që me gjykim të shkurtuar reduktohet në 6. 9 vjet heqje lirie u kërkuar për Elvis Ndrecën, djalin e xhaxhait të ish deputetit socialist Eduard Ndreca, dënim që zbret në 6 vite. Për Armando Ndrecën, vëllain e ish deputetit socialist, është kërkuar dënimi me 15 vite burg, që reduktohet në 10. Ndërsa për Davis Bajramajn është kërkuar dënimi me 12 vite burg, i cili me gjykim të shkurtuar zbret në 8. Të pandehurit akuzohen për pjesëmarrje në grup kriminal, kultivim të bimëve narkotike, armbajtje pa leje dhe sigurim kushtesh për të kryer vrasje.